Përshëndetje miq, mirë se vini përsëri në kanalin Mëso Anglisht Falas. Në mësimin e sotëm do të përqendrohemi për të mësuar një folje shumë të rëndësishme, siç është folja them, ose në gjuhën angleze to say. Pa humbur kohë, filloj me zgjedhimin e foljes. Filloj me veten e parë, pra unë them. Në anglisht mund të thuash I say. I say. Për shembull, unë them mirëmëngjes çdo ditë. I say good morning every day. I say good morning every day. Më pas kemi unë them diçka. I say something. I say something. Dhe unë them më fal. I say sorry. I say sorry. Më pas kemi ti thua. You say. You say. Për shembull, ti thua jo. You say no. You say no. Ti thua të lutem. You say please. You say please. Ti thua natën e mirë. You say good night. You say good night. You say good night. Më pas kemi ai ajo thot, në anglisht mund të thuash he, she says. He, she says. Për shembull, ai ajo thot po. He, she says yes. He, she says yes. Më pas, ai ajo thot eja këtu. He, she says come here. He, she says come here. Dhe ai ajo thot të lumt. He, she says well done. He, she says well done. Më pas kemi veten e parë shumës. Pra, ne themi. Në anglisht mund të thuash we say. We say. Për shembull, ne themi të shkemi kur takojmë dikë. We say hello when we meet someone. We say hello when we meet someone. Më pas kemi, ne themi më fal kur bëjmë diçka gabim. We say sorry when we do something wrong. We say sorry when we do something wrong. Dhe më pas, shembulli i tretë, ne themi të lutem kur kërkojmë për diçka. We say please when we ask for something.
We say please when we ask for something. Më pas kemi veten e dytë shumës. Pra, ju thoni. Në anglisht mund të thuash you say. You say. Për shembull, ju thoni natën e mirë para se të flini. You say good night before you go to sleep. You say good night before you go to sleep. Shembulli i dytë, ju thoni ju lutem sepse jeni të sjellshëm. You say please because you are polite. You say please because you are polite. Dhe shembulli i tretë, ju thoni mirupafshim kur largoheni. You say goodbye when you leave. You say goodbye when you leave. Dhe më pas kemi veten e tretë, pra ata ato thonë. Në anglisht mund të thuash they say. They say. Për shembull, ata ose ato të thonë më fal ty. They say sorry to you. They say sorry to you. Shembulli i dytë, ata thonë gëzuar ditëlindjen. They say happy birthday. They say happy birthday. Dhe shembulli i tretë, ata thonë shihemi së shpejti. They say see you soon. They say see you soon. Para se të mbyllim mësimin, le të shohim përsëri edhe një herë nga fillimi zgjedhimin e plot të foljes. Pra, unë them I say. Ti thua you say. Ai ajo thot he she says. Ne themi we say. Ju thoni you say. Dhe së fundmi, ata thonë they say. Pra, ky ishte zgjedhimi i plot i foljes them në gjuhën angleze. Shpresoj që mësimi të ketë qenë i vlefshëm. Faleminderit që ishit këtu dhe shihemi në videon e radhës. Goodbye.